Çfarë do të ndodh me shenjën tënde të horoskopit këtë javë? Ditë më të mira po vinë, java që na pret sjell realizëm dhe optimizëm. Prapavia e Plutonit në ujor fillon në 4 maj dhe përfundon në 13 tetor. Ndaj në këtë muaj do të kemi mundësi të kuptojmë fushat ku duhet të lulëzojmë. Dashi, tani që sezoni detyrimeve financiare ka përfunduar, po mbështetesh tek shpërblimi që do të marrësh, një mbrëmje argëtuese me miq, por mund të mos vijaj shpejt sa mendon. Në vend që të ankohesh, do të kesh një qasje optimiste, dil vetëm, krijo njohje dhe kujtime të reja. Demi, pak nga ankthi yt të cilin ti di ta fshehësh mirë, po del në pa duke të bërë të ndihesh i stresuar dhe i irrituar. Para se ta shkarkosh këtë gjendje tek miku i ngushtë apo partneri, ndërmerr disa hapa për ta çliruar veten përmes meditimit apo jogës. Binjakët, ti je mbajtësi dhe shpërndarësi i sekreteve, çka është paksa ironike, sepse zakonisht je ai apo ajo që tregon gjithçka dhe ndes shkëndijat e zërave që më tej qarkullojnë kudo. Këtë javë poruan informacionin për të mbrojtur të tjerët dhe për të ruajtur raportet me shoqërinë. Mos haro, nëse dikush të thotë të mbash një sekret, e mira është që ta dëgjosh. Gaforia, agenda jote është plot dhe ke të vështirë të gjesh pa kohë të lirë. Mbaj mend, nuk je i detyruar të marrësh pjesë në çdo event që të ftojnë. Të jesh selektiv jo vetëm që do të bëj më misterioz, por edhe do të jap mundësinë të përqendrohesh tek personi më i rëndësishëm në jetën tënde, vetja. Luani, dramat vinë dhe ikin në marrëdhënien tënde, këtë javë gjërat po nxehen shumë. Për të shmangur përplasjet, përpiqu të qëndrosh i qetë dhe të kanalizosh atë energji të fuqishme në intimitet. Lëri betejat për dhomën e gjumit atje ku duhet. Virgjëresha, duket sikur të gjithë po të shqetësojnë pa pushim, por në fakt je ti që po u lejon ta bëjnë këtë. Le të flasim për fjalën që ti e përdor rrallë, kufit. Nuk e pse ti jesh gjithmonë aty për të përkëdhelur egon e të tjerëve. Askush nuk do të gjykoj nëse i shmangesh mesazheve për pa kohë për të vendosur jetën tënde në rend. Peshorja, dikush të ka tërhequr vëmendjen dhe po të bën të skuqesh si adoleshent. Mos fillo të kërkosh në rrjetet sociale detaje personale, provo mënyrën tradicionale të lidhjes, dil në takime romantike, dërgo mesazhe flirtuese dhe mos u fut në profilin e ishit të tyre në Instagram. Dhe kaq mjafton. Akrepi, mund të duket se personi që të pëlqen po sillet keq, por ndoshta është vetëm një keq kuptim. Në vend që të reagosh me inat, do të nisësh një luftë të ftohtë. Përpiqu të mendosh kthjellët dhe të zbulosh se ku qëndron problemi. Shigjetari, java që vjen është e qetë, fiks siç të pëlqen ty. Po kupton që nuk e pse të jesh gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ndonjëherë të bësh gjërat vetë dhe të qëndrosh në prapaskenë është më mirë kështu. Mund të fokusohesh në projektet e tua apo aventurën e radhës. Bricjapi, mos i ndaj sukseset apo sekretet e tua me ata që nuk e meritojnë. Këta janë njerëz që duan të përfitojnë nga arritjet e tua dhe të rinë me ty për interes. Ndaj është mirë të jesh më përzgjedhës me njerëzit që të rrethojnë. Ndihmo vetëm ata kolegë që kanë treguar besnikëri, jo ata që sillen në mënyrë të dyshimt. Ujori, ti je personazhi kryesor dhe nëse partneri apo miqt po përpiqen të jenë në qendër të vëmendjes, lëri ta ankohen për pak, por mos u bëj pjesë e dramës së tyre. Qëndroj qetë dhe jepi vetes më shumë dashuri. Mos u përfshi në situata të pamatura që gjithsesi ty nuk të pëlqejnë. Peshqit, edhe pse s'doje ja ku je, duke vepruar si ndërmjetës në çështjet familjare, mblidhi të gjithë bashk, shko drejt dhe në temë dhe inkurajoi familjarët ta dëgjojnë njëri tjetrin me kujdes. Ka gjasa që gjërat do të përmirësohen sepse ti je tani psikologu i shtëpisë.